Kjo është një dozë e vaksinës kundër COVID-19 nga Johnson & Johnson. Në fillim të marsit, 6.200 doza duhet të niseshin në Detroit të Michiganit, por kryetari i bashkisë i refuzoi. Moderna and Pfizer are the best, and I am going to do everything I can to make sure the residents of the city of Detroit get the best. Ai referohet këtyre shifrave, shkalla e efektshmërisë së vaksinave për COVID-19. Ato nga Pfizer dhe Moderna kanë efektshmëri shumë të lartë, 95 dhe 94%, ndërsa Johnson & Johnson vetëm 66%. Sigurisht që kur sheh këto shifra, është e natyrshme që të duket sikur këto vaksina janë më të këqija se këto. Por ky përfundim është i gabuar. Këto shifra nuk janë me dojmos mënyra më e mirë e matjes se sa të fryqme janë këto vaksina. Për ta kuptuar këtë, duhet kuptojmë fillimisht se çfarë supozohet të bëjë një vaksinë. Shkalla e efektshmërisë së vaksinave llogaritet me anë të provave klinike mbi një numër të gjerë pjesëmarrësish. Këta njerëz ndahen në dy grupe. Gjysma merr vaksinën, ndërsa gjysma placebon. Më pas lejohen të vijojnë jetën normalisht dhe shihet nëse preken nga COVID-19 në muajin e vazhdim nën vëzhgimin e mjekëve. Provat e Pfizer-BioNTech u bën mbi 43.000 pjesëmarrës. Në fund, vetëm 170 vet u infektuan me COVID-19 dhe raporti se si këta të prekur ndahen se cilin grup përcakton dhe efektshmërinë e vaksinës. Të marrim një shembull. Nëse të prekurit do të ndaheshin në vlera të barabarta në të dy grupet, kjo nënkupton që shanset për të prekur janë njësoj si me dhe pa vaksinën. Pra do të kishte 0% efektshmëri. Nëse do të kishim 170 në grupin e placebos dhe 0 tek tjetri, efektshmëria do të ishte 100%. Në rastin konkret, për Pfizer, ishin 162 të infektuar nga grupi i placebos dhe vetëm 8 në grupin e të vaksinuarve vërtet. Nënkupton se ata që morën vaksinën kishin 95% më pak mundësi për të infektuar nga COVID-19. Gjithsesi, kjo s'do të thotë se nëse 100 vet do të vaksinohen, 5 prej tyre do të sëmurën. Përkundrazi, ajo shifra 95% vlen për individin. Pra, çdo person i vaksinuar ka 95% më pak mundësi për të prekur se sa një i pavaksinuar sa herë që ekspozohet ndaj virusit. Kështu matet shkalla e efektshmërisë së çdo vaksine, por provat klinike të tyre mund të bëhen në mënyra të ndryshme. Konkretisht, koha se kur zhvillohen provat është thelbësore. Ky është numri i infektimeve ditore në SBA që kur nisi pandemia. Provat e Modernës u zhvilluan tërësisht në këtë kontinent gjatë kësaj periudhe, në verë. Po ashtu, edhe Pfizer-BioNTech kryesisht u zhvillua në SBA në të njëjtën kohë, ndërsa Johnson & Johnson u zhvillua gjatë kësaj periudhe kur kishte më shumë mundësi për të prekur. Përveç kësaj, shumica e provave të tyre u zhvilluan në vende të tjera, Afrikë të Jugut dhe Brazil. Për më tepër, në këto shtete virulenca jo vetëm ishte e lartë, por kishte edhe prani të shtameve të rinj, madje gjatë periudhës së provave, variantet u bën mbizotrues. Pra, këto shkallë efektshmërie, në fakt, tregojnë thjesht çfarë ka ndodhur gjatë zhvillimit të provave klinike në një periudhë të kufizuar kohe në një vend të caktuar. Jo çfarë do të ndodhë vërtet në botë. Në teori, mendohet se vaksinat mund të ndalojnë tërësisht infektimin. Por në realitet, synimi i vaksinave është të sigurojnë mjaftueshëm mbrojtje që të shmangen simptomat e rënda, shtrimet në spital dhe vdekjet. Dhe këtë, të gjitha vaksinat e bëjnë më së miri. Edhe kryetari i Bashkisë së Detroitit e pranoi më vonë dhe filloi marrjen e dozave nga Johnson & Johnson. Ndaj, pyetja që duhet shtruar nuk është cila vaksinë na mbron nga infektimi, por cila shmang vdekjet, na mban larg spitaleve, ndihmon për t'i dhënë fund pandemisë. Dhe këtë e bëjnë të gjitha.